Atëherë, pak mbi përvojën time personale me manovrën Kristeller, nuk do të them kush e di se çfarë, thjesht për si e ndjej unë tani që përktheva diçka mbi këtë, se si ndihem me të vërtet pak e dhunuar. Thjesht po ju tregoj diçka. Thjesht si ndjesi. Gjatë lindjes së djalit tim në mars 2005-s, unë pata një lindje shumë të zgjatur në kohë, shumë të vuajtur, 17 orë lindje. Djali im i parë ishte mirë me peshë, nuk ishte probleme me peshën që t'ishte fëmijë shumë i madh dhe me zitite, por problemi im si lindje e parë nuk dija të shtyja. Kisha bërë një kurs frymarrje gjatë lindjes, por zëres se kisha bërë. Pse e them këtë? Gjoja do ta ofronte Spitali Shtetëror ku unë vendosa të bëja lindjen, edhe varja trasen, me fjalë ishte thjesht një kursa për të thënë që kësaj nëne ne i mësuan frymarrjen, s'kemi çfarë bëjmë tani. Pra, ishte lëre, po e lë si muhabet, domethënë, zëre se e bëra, ishte fajim, nuk dija të shtyja, dakor? Nëse 3-4 orë që shtyja në procesin e fundit dhe djali nuk arrinte të dilte. Ato nuk ma kërkuan fare, operatorët shëndetësor, dhe më bën manovrën, më kryen mbi mua manovrën Kristeller. Pa më lajmëruar fare. Sepse ka nëna të cilat kur din diçka mbi këtë bëjnë sikur i marrin vendimin, por mua jo. Kjo ishte përvoja ime, pas një dëm, për fat, ose të paktën dëme që të cilat shihen me sy të lirë, sigurisht, edhe shpresoj të vazhdoj kështu, sepse me këto që po lexoj me të vërtet e kam një çik i shoh me atë sitën e nënës fëmijët, sjelljet e tyre etj, nëse për fat, mos tankohemi kot, por përqafoj jam pranë të gjitha nënave të cilat kanë pasur pasoja në shëndetin e foshnjës dhe apo në veten e tyre, në shëndetin e tyre, pikërisht për këtë manovër famkeqe, që duhet ishte e jashtëligjshme. Ju përshëndes, shihemi videon tjetër.